Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka kërkuar dënimin me 10 vite heqje lirie për ish-drejtuesin e Autoritetit Rrugor Shqiptar Erviz Berberi. Prokurori i çështjes Dritan Prençi akuzoi Berberin për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe shkelje të paparazisë të pjesëmarrësve në tendera. Sipas organit të akuzës, nëse gjykata pranon kërkesën dhe i pandeuri përfiton nga gjykimi i shkurtuar, dënimi do të reduktohet në 6 vite e 8 muaj burgim. Gjithashtu është kërkuar që Berberi të ndalohet ushtrimi i funksioneve publike për një periudhë 5 vjeçare. Në këtë proces është i përfshirë edhe ish zyrtari Gentia Ngjyli, për të cilën prokuria ka kërkuar 1 vit e 6 muaj burg vetëm për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Në total për 21 pandeurit e këtij hetimi, përfshirë edhe anëtarët e komisioneve të vlerësimit të ofertave, SPAK ka kërkuar dënime që arrin deri në 50 vite burgim. Hetimi ndaj Berberit ka nisur në lidhje me shitjen e 2 kompanive në vitin 2018, ku dyshohet për transferime fiktive fondesh me qëllim përfitimi personal. Sipas SPAK, ndonëse në dokumente figuronin si pronar të tjerë, përfshirë biznesmenin Walter Begaj dhe Erviz Lamin. Provat tregojnë se Berberi ushtronte kontroll real mbi aktivitetin e shoqërisë DAM SHPK, duke marrë vendime për financat, klientët dhe operacionet e saj. Ndërkohë, biznesmeni Begaj po gjykohet për një proces të ndarë sipas procedurës së zakonshme, ndërsa gjykata pritet të vendosë përfundimisht mbi fatin e të pandehurve në këtë çështje.